Gjithashtu kemi edhe kusherët me blet, ku do të na flet vajza 12 vjeçare Medina, e cila ka pasim bletarin, po njëjtën kohë dhe shkollohet. Unë jam edhe në shkollë, por gjej edhe ku shumë atë lirë që është marrë shumë motiv për më mirë edhe me bletet, po mendoj me vazhdu se është një punë shumë e mirë, edhe bletet janë fantastike. Sa kushere me blet ka gjithsej? 65 kushere me blet janë, vetëm të. Mjalta është shumë e shëndetshme dhe shëron 72 sëmundje. Po ka për shembull sëmundje të mushkrive, të fytit, shoqet më thonë që po më mia dal, apo je shumë e zoja me thonë një fjalë. Përshëndetje miqtë e mi të Mediumi shqiptar që kret nga ana Adeja. Jëm këtu në Mali Shef, ku mbrapa me është pamja mrekullueshme Lulet Faculi. Gjithashtu kemi edhe kusherët me blet, ku do të na flet vajza 12 vjeçare Medina, e cila ka pasim bletarin, po njëjtën kohë dhe shkollohet. Sa është e vështirë për të? Për më shumë detaje, hajdeni me neve. Medina, përshëndetje. Përshëndetje. Si po kalon? Mirë shumë. Me blet u kënaqe? Po, mirë shumë. A je te shefja të pronari këtyre? Nuk jam shefja, po pronari është të punu. Është pak ma andej me bletë o mirë. Jo merreni familjarisht me blet? Po, familjarisht. Sa vjeçare je? 12. 12. Çka të lidh ty me bletët? A je edhe në shkollë, sa ja dal, më kujdes edhe për bletët? Unë jam edhe në shkollë, por gjej edhe ku shumë atë lirë që është marrë shumë motiv për më mirë edhe me bletet. Bletet që është japin motiv edhe për gjithçka, që është e hub stresin që e ki, është shumë një ndjenjë shumë fantastike. Një e kini raport shumë të lidhën me bletët? Po. Sa gjen kohë, a të pengon, a të finalizon puna që je edhe në shkollë? Jo edhe shumë. Në shkollë kam një orar të mjaftueshëm, po kur të thena për shkolle, bëj detyra që kam e bo, edhe me njëherë dal të bletet. Atë kongën e bletit tash, apo të? Njom duket. Atë thujnë është mirë kur tham bleta? Po për ata që janë alergji, nuk është mirë, po këta që nuk janë alergji është shumë më mirë. A mendon me vazhdu këtë lloj pune, me qenë se bën familjarisht? Po, mendoj edhe me vazhdu. Kur të rritesh? Po, mendoj me vazhdu, se është një punë shumë e mirë, edhe bletet janë fantastike. Sa kushere me blet ka gjithsej? 65 kushere me blet janë, vetëm të. Po. A vazhdojnë a ecën pak dhe i shkojnë edhe kushere tjera? Okej, vazhdojnë. Medina tha që janë 65 kushere me blet, apo? Po. A e përdorni mjaltën e tyre? Po, shumë, shpesh. Shumë, shpesh. Sa është e shëndetshme mjalta që e përdorni për blet? Mjalta është shumë e shëndetshme dhe shëron 72 sëmundje. 72 sëmundje? Po. Cilat janë ato pak a shumë? Po, ka për shembull sëmundje të mushkrive, të fytit, e gjëra tilla. Ti e përdor mjaltën shumë? Po, sigurisht. Çdo mëngjes, patjetër. Medina, a ke mendu në herë që e ke mu bo qika që zoja, tjetën kohë dhe në shkollë, tjetën kohë dhe mu merë me blet, apo gjelezën a i kosha joa? Kërëm ka ma e vogël, nuk kom pas që të mendim apëdin, nuk e kom di që ka mu bo që të më mirë dhe me blet edhe shkollë e kështu, shoqet më thonë që është po më mja dal, apëdin je shumë e zoja me thonë një fjalë, që po më mja dal edhe shkollë edhe me blet, me dyjat. A është vështirë më kujdes me blet? A du kujdes të madh? Nuk është dhe shumë e vështirë, veç du të me pas kujdes, paka shumë, edhe to du të mi kujdes sa ma mirë që me bani mjallë sa ma të mirë. Ku të ka ngër t'i bleta? A the njëherë krejt? Ku? Duke që të krahi. Që të mu në fasë që njëherë njëtë. Të krahi, a tu të shreagove këtë ngër bleta? A tha, ecë ku më mirë me të, pino krejt, më ngër. Njëherë pak u friksova ma shumë, se sa më dhim ke po ma shumë u friksova. Tani, pastaj, mas 2-3 minuta me njëherë kalaj.
Cili është një mesazh që do në përcjell Medina? A është mirë me punu për shembull në moshë kaq të re, mi motivu pak edhe të tjerët? Unë kisha ba një mesazh për gjithë moshatarët që punoni, edhe pse një të vogël, po punoni sa ma shumë, edhe merru me blet me gjithë shka që ka dini jo, edhe që ka muni me bo. Që atje peshë pronarin kryesor, hajde shkojna. Që që ko emrin? Tafel. O, Tafeljo! Hajde këto! Që. Pa që të jeja? A je lodha apo ta dën? Që po vitash, po bujna pak muhabete, po të pëse. Qysh po të shkon puna e? Sa është të vështirë më kujdes për blet? Nuk është të vështirë. A e dojnë edhe këtë kujdesin e tyna? E dojnë vëllaj. Po? E dojnë. Po nuk është vështirë, me e dojnë bletën. Që sa vite mirë është me këtë punë? Që 20 vite. 20 20. është diçka trashëgimi apo e ke zhullë Ja, vetë, dhe vetë që e dojnë. E dënë si punë. A e këqyrat pjesën e financave, së më shumë apo hajrin si punë? E ja se, A është, a keni edhe atë qumshtin e bletës? Ata më duket këtë gjashkan edhe është i shëndet. shkanë, po prejtojmë edhe pak së në mirë, me tam prejtojmë edhe. E me mjallë? E mi alë mirë, si vjetën pak vera ma e likë, Sa për shkoni tegëll mjallët? shkanë tek 20 euro. Dej 20 euro. Për çfarë sëmundje shërben? E përmendë edhe më herët mbesa, a? Ta shërën dhe sëmundje. Për cilat sëmundje ma shumë vinë me marrë mjallë? Vallaj, për shumë së muja marrin, po për të ftufën, që shtu si janë, për fremore, për shumë sene përdorin, për fëmije përdorin shumë. Tu ardhe po është një tegëll mjallë ke, po ke me blet mrena. A shkojnë a këshyrëm? Pse ashtu? Çfarë metodë është kjo? Veç ti ka zgjedhur është metoda jote apo? Unë përqesu, të aty, Ku e vren ti si bletar që është një mjallë falcë dhe një origjinal? vallaj, unë ma shumë thëmë të hangen. Ku ta... Kur te han, a? Si te kërkam për thu që te e Po vren? dhe, Të pas kemi disa tegla? po. Pse ke metodë këtë për? Për qef e bajnë, ke mush vetë mjallë tani. Mush tani vetë Po, mjallë. po, Më vjen interesant. Kështu i len këto deri sa? të diri ta mushin. Deri te mush. Sa për sa kohë ndodh deri te mush? Po me pas, është që me mush, e mi mush 10 ropa për javë 2. Këto pas kemi qëre farpamje, e mirë me lula. Që shtiren këto lula? Faculi thirë t'je lula. Për çka shërbej? Të s'besoj që ke qitesh më duk. Këtë dhe për diçka. Për blet janë mira. Për blet ushqejmë blet me lula. Kullosin bletën to. Ke jep një orë shumë. Janë mira për blet. Edhe ky druaj mirë për blet. Me thonë edhe ushqimin e Po, bletës. Ushqejen janë qëto pe. qëtë. Unë të falenderoj shumë që gjatët ku me ndo me neve. Përmdjerit të për juve se kini orën. Ishte knatësi dhe për neve. Përmdjerit shumë.